Do mendoj ndryshe për popullin. Sa të dhëm dhe ty vëlla. Sa e tregova, u dukni një moment. Sa sensibël që jam bindës, votoni për mua. Harrojeni Shpend Gashi. Gjoj çik çat koncept Shpendi nuk ekziston. Ekzistojnë vetëm votuesit. Po. Kjo është gjë shumë e vërtetë. Shiko, ti e thua me unë në çdo gjë që them unë, domethënë ne themi të qeshur sepse ti thua gjërat me ulërima dhe me të qara, thjesht ngjall simpatinë e tifozerisë, nuk ngjall asnjë emocion real te njerëzit. E kur flasun për shkak i them gjërat shumë me të qetë, me të qeshur, shpeshherë që në mos, domethënë diçka të ngelet, e ke parasysh? Mos të jetë tifozeri stadiumi, si këta që ulërasin nëpër ekrane për patriotizëm, e ke parasysh edhe që i shkon turma që ti duhesh vendit, ti kështu, ti ashtu, nuk jam në këtë fare. Kështu që me të qeshur do t'i themi gjërat, por sigurisht që brenda qeshja ime gjithmonë çdo batutë ime brenda ka në atë sipërfaqësinë e vet, ka nuk është aq e sipërfaqshme ajo që them. Ka dhimbje brenda. Kush e kupton le ta kuptoj. Kështu që për popullin sigurisht që do mendoj ndryshe për popullin. Sa të dhëm dhe ty vëlla. E tregova, u dukni një moment. Sa sensibël që jam bindës, votoni për mua. Harrojeni Shpend Gashi. Gjoj çik çat thot Elidoni vëlla. Thot gent jo kryeministër kemi Gashën, thot ti president po desha. Po mirë, dakord, se pastaj do votojmë për referendumin dhe do t'i ndryshojmë kompetencat e kryeministrit. Ka shumë kompetenca kryeministri. Të t'i ndajmë kompetencat, të ketë edhe ashtu do jemi në Shpendi. Po sa tenderi do ti mos ndryj vllai jot. Jo, ne do vjedhim duan, bukur. Po ne do vjedhim bukur o bego o vlla. Nuk do vjedhim si këta. Do vjedhim. Ja bën në BSP-ja. Kur të takoj popullin bego do t'i thoj të jetë kungull vall.